e ngulma të gozhdën edhe nuk ishte më e bëri faktin e kryer dhe ai këtë donte të bënte. E dinte që ishte një mision thuajse i pamundur, por arriti ta bënte. Arriti ta bënte pavarësisht se çfarë thoshin tjerët. Pra, tani sot thonë që apo do ta kishte bërë ky, po janë këto frymat përçarse, frymat e ndasive që duan të krijojnë dy kombe. Ne ju shikoni teoritë që na vidhen në Kosovë, po kemi edhe këtu në Shqipëri ndonjë që thotë kemi kom kosovar, ku ka kom kosovar, kush janë këto që këta janë të pa bes, të pa fe, këta nuk janë shqiptar këta që ndryn këto teori. Nuk janë shqiptar, vetëm shqiptar s'mund të quajmë. Ata janë anti-shqiptar, janë të thjesht përçojnë teoritë e armiqve tan, edhe sot. Pra thon kom Kosovë, ku ka kom Kosovë? Ne jemi shqiptar, pavarësisht se për arsye të caktuara kemi dy shtete. Ndodh kjo, nuk është vetëm në rastin tonë. Kemi pas Gjermaninë deri para pak vitesh, ishin dy Gjermani, dy shtete. Çfarë do të thotë kjo që ishin kombe të ndryshme? Jo. Dhe ne jemi një komb, ama jemi dy shtete, nuk e di çfarë mund ndodhë të ardhmen. Kemi qenë dhe të ndarë në shtete të ndryshme, siç kemi prapë shqiptarë që jetojnë në shtete tjera, por ama nuk jemi kombe të ndryshme. Patjetër që shtetësia është një nocion tjetër, dhe është shtetësia kosovare sot, por jo kombi. Dhe figurat që na bashkojnë si shqiptarë janë këto. Pra më unifikueset mendoj unë është Gjergj në politik po flas, është Gjergj Kastriot Skënderbeu, që është në mesjet, është pak larg, por pastaj është Ismail Qemal Vlora. Është dhe Nën Tereza si simbol universal, por e kanë të gjithë atë, se nuk ata ka shkuar për te shqiptarëve, patjetër që njerëzit e mëdhenj thuhet që ju takojnë gjitha kombeve. Dhe çdo komb që nxjerr njerëz të mëdhenj i bën shërbim njerëzimit. Dhe figura e Ismail Qemalit, unë po përgatis tash librin në anglisht dhe një version patjetër më të shkurtuar, shumë më konciz për audiencën europiane, për të njohur figurën e tij, sepse e thash edhe një tjetër, njerëzit e mëdhenj Zoti i krijon thuhet jo për nevojën e një kohe dhe të një kombi, po për nevojën e të gjitha kohërave dhe të gjithë kombeve, sepse janë shembuj që i shërben gjithë njerëzimit. Kështu që edhe shembulli Ismail Qemali dhe leadershipi i tij ju shërben dhe kombeve të tjera për ta njohur, sepse ishte një personalitet thash i kalibrit evropian, ishte një njeri i dy botëve. Ai njifte në mënyrë të shkëlqyer perandorinë osmane, por dhe politikën evropiane, dhe arriti që të kombinojë këtë këndvështrim që ai kishte unik, duke parë të dy botët, dy politikat, duke njohur shumë mirë, arriti ta vinte në funksion të çështjes shqiptare, ndërtoi një strategji dhe mori vendime që lanë gjurmë në historinë e Shqipërisë dhe në historinë e zhvillimeve ndërkombëtare. Kështu që të Evropës, pra ndërtoi një shtet, nuk është gjë e vogël të ndërtosh një shtet. Kështu që ju e dini atë historinë se thuhet, po do ta kishte bërë një tjetër se bëri ky ta bërë një tjetër. E dini atë historinë me Kolombin që mori vezën edhe i thoshin kush e vë këtë vezën të qëndroj. Edhe asnjëri se bënte dot. E bëj unë thaj, edhe e thyeu, po këtë e bënim gjithë. Apo Aleksandri i Madh, ishte nyja e famshme. I thoshin kush e zgjidh të nyje do sundoj botët. Venin gjitha zgjidhin se ja gjenin dot. I futi një shpatë ai nyjes e çau, tham po këtë e kishin bërë. Edhe kjo puna e pavarësisë. Dhe ajo historia që unë e kam përmendur edhe në shkrim edhe në libër. Pra, Ismail Qemali shembulli i tij është edhe tek dorëheqja, domethënë fisnikëria e shpirtit të tij e leadershipit të tij, pra që nuk e shikonte pushtetin dhe prandaj i mban mend historia këta njerëz. Nuk hyhet në histori me zor, në histori hyhet me vepra, hyhet me trashëgimi shpirtërore, kulturore. Pra, ai nuk e shikonte pushtetin si një synim, siç e shohin sot në shembulli i politikës sotme, është më shumë shembulli i Esat Toptanit se sa Ismail Qemali. Kjo ka qenë historikisht, nuk është kollaj, domethënë sharlatani thuhet thot Carl Sagan. Po sharlatani po mori pushtet mbi ne, nuk ta jep më kollaj, nuk ta kthen më mbrapsh. Harroje domethënë. Ai bën mashtrimet, e bën si gjë të zakonshme mashtrime, nuk kuptohet më çfarë është e vërtetë, çfarë është mashtrimi dhe sharlatani zotron, bizotron. Historikisht të kemi pas ne pak a shumë. Ismail Qemali dha dorëheqjen, dha shembullin që nuk është pushteti synim vetvete, është interesi kombëtar, është Shqipëria mbi të gjitha dhe Ismail Qemali nga njëra anë dhe antipodi i tij Esat Toptani një ignorant, një njerëz që dhe babës tij donte vinte flakën, po të shikoni çfarë shkruan Mitat Frashi apo të tjerë për historinë e tij, njeri pa skrupull. Dhe babait donte vinte njerëz zjarri. Po me terror sundonte në këtë Shqipërinë e mesme, në Tiranë, në Durrës, se Krujku kishte këtë influencë. Dhe vin në momenti i famshëm që akuzojnë Ismail Qemalin dha dorëheqjen, se ai u rikthye, dha dorëheqjen dhe u rikthye prapë. Edhe në janar në qershor u rikthye në Shqipëri, erdhi në Vlorë, sa po filloi dhe lufta ballkanike, ishte Princ Vidi këtu akoma. Dhe për të rënë shkurt, pra dha dorëheqjen si ajo dashuria e madhe, unë e kam treguar dhe do ta tregoj se është një histori shumë e bukur që na vjen që nga dhe kjo është në antikiteti ose edhe më herët se kaq përmendet edhe në Bibël. Pra historia e mbretit Solomon, pra dy nënat, njëri kishin dy fëmijë foshnjë, i humbi njërës fëmia në një përmbytje
dhe ishin disa ditëshe. Dhe tjetra thotë që është imi ai, dhe kjo thotë, e dinë që kishte cane, thotë po jo është imi, zihen. Dhe vende mbreti Solomon, nuk e zgjidhet dot njeri, thotë, si do ja bëjmë, i thon mbret, se këto nuk e ndajnë, thotë është jo imi. Thotë ai, ma jepni se e zgjidhun. Çoj fëmijën këtu, thotë, do ta ndaj mes fëmijën, thotë, se nuk ka zgjidhje kjo punë, gjysmën do ta marr njëra nën, gjysmën tjetra. Nëna e vërtet trishet, thotë, jo, nuk le ta mbajnë tjetra, thotë gruaja tjetër, thotë, nuk e dua unë. Po thot ajo se është fëmia ime. Atëherë mbreti e kupton se kush ishte, kush e donte më shumë fëmijën. Pra ai që lëshoi pe në këtë rast, që ajo nën që e donte me shpirt, dhe Ismail Qemali e donte me shpirt Shqipërinë. Dhe nuk e kishte synim që të mbante postin e kryeministrit Jara Shevdiqa. Prandaj them që shembulli i tij duhet na shërbej, jo shembulli i arrogancës, se shikoj sot edhe këto modelet e reja që paraqiten edhe në politikë, janë kështu shumë arrogant, shumë zë i ngritur, shumë qerrje, domethënë jo, duhet qetësi, duhet ide dhe duhet në radhë të parë interesi i vendit, i qytetarëve, i kombit. Pra kush e mira e kombit, këtë duhet të bëjmë ne. Te këtu duhet të përpiqemi, këtu duhet të përqendrohet debati te këto ide, jo tek gjërat e vogla. Pra tek interesi i ngushtë personal, të bëhem deputet apo të bëhem, nuk e shikonte Ismail Qemali kur bëri pavarësinë e Shqipërisë, dhe ky është një shembull për ta mbyllur fjalinë dhe vazhdo pastaj me pyetje. Shembulli më sublim ose shembulli, domethënë më domethënës se çfarë është leadershipi. Kur bëri pavarësinë e Shqipërisë, besoj ju e dini që nuk mbante asnjë post zyrtar Ismail Qemal Vlora. Dhe deputet nuk ishte më në Parlamentin Osman, sepse duke filluar u bën zgjedhje dhe u vodhën atëherë. Domethënë dojnë ja 3-4 vjet deputet deri në 12-ën, bën zgjedhje prapë Xhon Turqit dhe i vodhën. Nuk e donin Ismail Qemalin me atë luftë që kishin bërë parlament ku e lejonin më të zgjidhesh. Zgjidhet Syria Vlora si deputet i Vlorës. Dhe Ismail Qemali nga nga janari ose dhjetori, fundi 11-s dhe fillimi i 12-s, 1912-s, nuk kishte asnjë post zyrtar. Pra kur bëri pavarësinë nuk kishte asnjë bilesi propozuan që të bëhesh ministër në qeverinë që po ngrinte një vezir, një kryeministër turk, dhe nuk e pranoi. Nuk donte, sepse e dinte çfarë donte, po çonte, unë e thash, është e lidhur me shpirtin gjëja. Ai kishte trashëgiminë e gjyshit të vrarë për këtë çështje. Kishte të babait internimin, ishte internuar fëmijë. Si mund ta akuzojmë ne këtë njerëz që ky, se thon ca sharlatan që kemi ne këtu historian apo na këta që sharakët që qarkullojnë nëpër media apo shkruajnë dhe libra, që ai nuk u zgjoth kryeministër e u mërzit edhe erdhi bëri pavarësinë, po jo, më nuk funksionon kështu. Apo ca që sharakë të tjerë që shkruajnë nuk dinte shqip. Nuk dinte shqip një njerëz që i ndryshoi emrin gazetës Albania Avuri Shqipnia. Një njerëz që bënte gazeta në 2 gjuhë. Thonë nuk dini shqip fëmijët e tij, po fëmijët e tij një nga djem ka vdekur në Tiranë, ka qenë diplomat në kohën e Zogut. Si s'dini shqip ata. Edhe gruaja e tij, bashortja e tij Kleonishi, që edhe ajo vinte në trashëgimi arvanitase, dhe ajo fliste shqip, se thonë është greke, është kështu, ashtu, e kanë sulmuar edhe për të. Si s'dinte shqip ai njerëz që bëri kaq shumë për të kom. Pra ishte edhe nuk kishte thjesht dhe vetëm një politikan, ishte një ideolog Ismail Qemali, ishte një diplomat, pra i lëvizjes kombëtare. Po më thuaj se u zgjata